sa të jemi në Selit, në një fshatat më të mirë dhe më punëtor të zonës Elbasanit, Shëllovar, por Selita është krenaria për të gjithë zonën. Përshëndetje. Përshëndetje. Këtu ke mbjellur sipërfaqe me kungull? Unë kam mbjellur sipërfaqe me kungull goxha, kam rreth 14 lym. Kungullin e kam mbjellur për eksport, kungulli është një parë e zezë, kungulli i zi që thonë, varietet i zi, dhe ky është kungull më të mirë që ka shije. Pra, nga pikpamja e tregut, ky është më i lakmuar, më i miri sot mi thënë. Për eksportin më shumë. Sepse tregu vendet po ka dhe shije. Ka dhe shije. Ke filluar vjeljen? Unë po bëj 2 ditë që ka filluar vjeljen. Jam goxha mirë. Me prodhimi. Kjo është thirrje edhe për gjithë pikat e eksportit, kushdo që kungull të zi cilësor, le të vinë Selit, ke vëllezrit Sadia këtu, ke çim Sadia dhe mundësisht punëtorët janë gati dhe ta marrin vetë me likuidimet, mi fel se ti sa ke filluar, janë në rregull. Tani me pikat janë në rregull. Me likuidimet. Ke pasi çik borxhe nga të kalumet, po do ja thomi dhe atyre që mos ketë borxhe. Që të eci bujësia, duhet ndihmoj fermerin. Duhet ta ndihmoj. Që të eci përpara gjithmonë fermeri. Të uroj gjithë mirat atë, punë.